Edhe kur po ma ban aja gruaja kishte pas shumë dhimbje në barkë për pora. Dhe thash po, anin vetën të lodh, po po m'jen keq, po e kini të mërë. Po djalit a i tregove? Djalit jo, se s'pa du me bo më rak. Aje ka kuptu se s'jam mira, mos du me bo. Djali ende nuk e di që nanë me ka me kancer? Jo, se edhe aje është shumë i ndishmë. E me kalcu dishka, unë vjen ranë. Mas i ka vdek mami, krejt janë mërzi. Të dashur miq, jena këto me Elvirën, cila është kthy prej Norvegjisë dhe vendosi me ardhë në Kosovë. Se për çka dhe si e pritën në Kosovë dhe çfarë përjetoi ajo gjatë qëndrimit në Norvegji, si emigroi ajo në Norvegji dhe pse vendosi mu kthy, Elvira do të na rrofen ma gjënsisht për storjen e saj. Elvira, përshëndetje. Përshëndetje. Elvir, ti ke lind Kosova për Norvegji? Ku lind në Kosovë, kur jem ka 2 vjet, baba ka orë për Splitit, na ka marrë edhe na ka qunë mas pari, jem ka në Itali, tani kem shku të nalë. Po çdo vend, po? Kur kem rrinë në Suedi, kem nejt një ku atje, po kanë thonë me na kthy. Na s'keshëm ku mu kthy. Pse s'keni pas ku mu kthy? Familja babit nuk na ka ndesht. S'kem pas që ato kemi jetu me një shtëpi. Okej, çka ndodhi pastaj? Tani, kur i kanë thonë si dojnë me na kthy, babi na ka marrë krejt edhe na ka qitë në Norvegji. Shoqënia i ka ndihmu, kur je marrë në Norvegji, na kanë thonë mu kthy apet në Suedi, po nuk e kem pranu mu kthy. Ju ka thonë s'kam mundësi, nëse ata pa dojnë me na kthy në Kosovë, na në Kosovë s'kem kur gjo, na kanë ndihmu, kem nejt atje. Tash fillut në Norvegji jetën, fillove punën, shkollën, po rriti, sa fëmijë jeni konkret? Jem ka 2 vllazni edhe unë. 2 vllazni jeni motër, 3 fëmijë. U rrit atje? U rritëm, janë nisëm me jetu sukur në Norvegjes. Okej. Edhe ershin Kosovë për pushime? Kur i kem bo, unë i kom pas 16 vjet, parin herë kur i marrë në Kosovë, mas e jem ndarë, mas luftës, se në luftë kem pas pru tezën edhe djallin e tezës në Norvegji, se aja ras mu. 14 vjet ti s'ke ardhur në Kosovë kur? Kur? Mas 14 vjete, i kuna ke qëndrimi për më ardhë në Kosovë? Na kur ardhëm u gëzotëm, se na gjithë kem desh me orë në Kosovë, e para venë si shkotëm të gjyshja bab gjyshi. Okej. Unë e flajsha nudë me bab gjyshin se unë pëlqejke, se shumë e këm pas desh. Okej. Ma bëshin të je qikë zban me flajt ato. Ma bësha o lemni bre lemni se pa du me nejtë me gjyshin. Edhe... Se e nisha ata tjerë së më dëshin. S'dojshin? Jo. Elvir, ti e ki edhe një djalë, u martove. U martove me Kosovara, po me Norvegjes? Norvegjes. Me Norvegjes, që e pritën familja? Shumë mirë. Edhe... Se edhe ju si e mirë me familje. Burri ka pas një aksident edhe ka vdek. Djalin e ki? Po, i ka bërë 18 vjet. Inshallah bëhet 100 vjet Elvire, bëhet një qytet prej ti. Me shka u përballë Elvir? Tashti ajo e ka kry studimet për me punu me fëmijë se e ka në zërë.
Djali. Po. Uh, Tashti ka praktikën në përqirë dhe shkolla. Okej. Elvir, gjatë telefonatës tane, kur na ke thirrë për markët e ti, më ke lanë 2 ditë tana pa fjetë, kur ma ke tregu rastin tanë, sepse ti e patë edhe një sfidë, luftimin me kancerin. Kur e zbulove që ke kancer? Mas vitit të ri, rrosh smut. Unë gjithë. Këti viti? Po. Ju më kanë punë, edhe për jo thamë aty në punës të kush që të me orë edhe me punu se s'jam të mutë, më qumë ka. Okej. Unë rrok i dhimë. Vëm ke trupi krejt. Po kënej edhe këto, edhe u ka qita krejt. Shkova të emergjenca, po ma banë, ja, nashta kia, qysh ma bane, gurin, ose në ki në qejtë e sanë, për një parasete shka të shpia. Emergjenca në Kosovë apo në Norvegji? Në Norvegji. Okej. E thash, ja, unë jo marrë këto për me shku në spital. Unë pa juve nuk mëj me hi në spital. Kështu nuk mëne më më që. O pas kam bile një djallë i ri i ndijes. Më bëne, ja, sa shko zhakja. Dhe thash, unë nuk e la vene, se jo që shtu për bane, për me ru shteti pare, për që një njerëzit smu, edhe spionimani. Unë dhejt ma banë lutjen për më qunë në spital, që to ka me të ne. Edhe shkove në spital? Shkova. Edhe aty e more lajmin? Ato banën teste, me i ta 3 det të prit. Edhe kur për ma banë, aja gruja kishë, pas shumë dhimë në barkë për pora. Edhe shpo, anin vetën të lëdhë, po, e po më jenë keqë, po e kini të mërë, për më patë pëngan. Edhe për që ata ke hu pesh, se buka së tohet, kur aja ta pëngan mitërën. Do me thonë, aty për aty ta thanë ty. Po. Edhe qysh e more atë lajmë? Shumë zërë, se nona më ka dek, baba më ka dek. Edhe nona baba kanë dek për kancerit? Jo, nona më ka dek për zemrës. Nona për zemrës, motër s'keshe, a i thire vllaznit për mjë të regu? Në vlove madho ka në Kosovë, ka pas gollet e veta, zë të isha me pengu, vlove vogël ka në punë, djetë e natë. Edhe ti... Edhe shumë rane kanë marrë dekje në nonës. Okej. Nona vdeq e ti me ka dojshë me folë për këtë çështje, sepse është diçka që na e dim sa e ranë është me pas ose më dezinfektu me kancerin. Se kam shefi jam edhe orne, i kem nonat për një ashit, dojtë i kem një ashit vetë. Po. Shefi vetë në Norvegji është gale. Ajo është në Norvegji. Edhe me ato kem kalu si vlla e muti. Okej. A ti i tregove? A ti i tregove? Çka i thave? I kalzova që është puna, po ma banë më s'ki gole, unë pa shkaj pa po najt të rënë në spital. Edhe më ka najt gati. Këtë spital, sot ditë qëndrove? Kum najt një javë. A ke fillu me kemioterapi? Deshtën, po unë si esha në formë, esha ligë. E sheshën edhe zemra unë për nga i kje. Edhe po ma bana jam i ka pa prisëm pak se ki pos shumë punë, ki pos shumë gajle, prisëm pusha pak, nashta mas një kohë është banë ma mirë edhe ma letë e ki. Edhe, që ka ndodhe, i ke në Kosovë? Njëherë, unë tha Belir Naimi, që sheka em në naj, po ma banë adin shka, në 6.000 euro, ti kom qitë në kantë,
shka, po shë, edhe hin me një hotel ku janë më mirë, të rinë gati, më s'ki gale për banis, për punë, na i në reqëm kënej, edhe më forcëv, kur je gati, shka në Kosovë. Erdhe në Kosovë. Erdhe në Kosovë. Qështë prita në Kosovë, familjarët, shkove të shtëpia e babës, apo... Jo, vllavi i madh ka ajo pas nisë në veçi më atë, edhe vllavi i vogël një ditë para me o nisë për në veçi, sa atina jo ma heret. Ku pas me orë me një të Merkure, po dishka planet në më dështëtën krejt. Në pata probleme na për aeroport, shkova me shti bagazhen, unë del ke gabimesh, ma bonin shka të aja, jesha e lëtë, të më sjellën hera nejhere. Për kundër smundjes që i kishe kancerin, luftove e vetme për pas me shefi tanë që i tregove, po djalit a i tregove? Djalit jo, se s'pa du me bo më rak. Aje ka kuptu se s'jam mira, mos du me bo më. Djali ende nuk e di që nënë e ka me kancer? Jo, se edhe aji është shumë i ndishmë. E me kalcu dishka, unë vjen ranë, se e ka jetën, është i gëzu shumë pëse mja jopë një mërzi. Do me thonë djalit nuk e vendosë në të hala. Jo, tash... Këtë djali që shje që a i thu? Mirë. Mirë, kretë janë mirë. Sa mirë, ti je shumë një zonje fort, je një nane fort, edhe për kundër e vetme. Ata më bëshën kretë. E këtë djallë kush është? Ja bësha djallë ja. Jo, mëre pa do kisu ku mu ka shu. Ja bësha ja djallë ja. E djallit e ka kuptu një farforme, po thu vetë. Ti thu nuk është e vërat. Ka pyth në jherë për mam a e ki kancerin, apo jo? Veç, shka den ju më lodhë. E din që veç që je lodhur. Po. Babi dhe mami kanë vdek shumë afër njani tjetrit? Babi ka dek në 2019, mami në 2020. Një vjetë për mbrapa. Ti motër nuk i? Jo. Burë s'ki, nan jo, bab jo, qësh është me luftu e vetme, a bashkër ka nuk e ki që më të përkrasë, sepse vërtet është një dhimbje shumë e madhe që ti e manë mrëna vetës, edhe për kundër kësaj dhimbje të madhe, ti prap qëndron kam edhe e vetme. Ju mësu që ashtu, gjithë, më ka e forta, vëllavi malë është shumë i doshmë. A i ke tregu vllaznive? Edhe i vogli, ama... A ju ke tregu vllaznive? Jo. Pse? Pse e pash kur mami smut edhe vdeq, sa mërzi kanë pas. Do me thonë, prej mërzijës mamit, që i ke pa vllaznien, ti ke vendos mos më tregu vllaznive për dhimbjen dhe smundjen tane. Po. Elvir ti nuk je vetë. Shumë nana, shumë zonja, shumë motra, shumë familjar, kjo smundje mallkume, po i prek, fatkeqësisht tham. Unë e lu Zotin që ti ta te kalosh këta, po pse vendose pikrisht në Kosova Info me Teon, me tregu këtë rëfim, sepse tash nashti e shohin, e dajte mi gjallarta, e din këta teze që ti ki kancer, ose lufton e vetëm e prej kancerit. Kja... Këm fol me dy qikat e dojes, ka pak të shtu, ama jo shumë. Ka lindi ideja me tregu te one? Me ty gjithë e kom njësë si foli me vëllot teme. Edhe
e kom një shlirë si tanat shka thole, nuk e paragjikën, nuk qëtë poshtë njerëzit. Pse Elvir ti menon që një njeri që është i smut me kancer, kom paragjiku, kom u dal poshtë për njerëzve? Po, Po jo Elvir, besom në Zot, po ta tham shumë seriozisht, jo Elvir. Përkundrazi, unë që shpesha në rrjetin sociale, si TikTok-i, që shpasidhën gjinja me tjerë, sa është mirë. unë të kam pa një ditë u kajt në rrjetet sociale, edhe kur thave unë jam e vetme, edhe ke kajt tepër shumë, e më ke prek tepër shumë, më ke prek tepër Elvir me ato fjalë që i ke thonë, edhe më preki fjala kur thave unë na shti po vdes, e njerëzit nuk pedin këtë lloj gjaje. Kjo është me dhimbshme, më ke prek Elvir, unë të tham që nuk je vetë, me fshi lot Elvir se nuk du më të pa me lot, edhe nuk je vetë me ti. Shumë njerëz kanë humbë ma dashurit e tyre për kësaj smundje të mallkume, të thash edhe ma herët. Mallku qofshin ata njerëz që nuk din me përdor një person edhe më ju afru ngati në këto momente. Sepse ti ke nevojë për njerëz, ti ke nevojë për buzëqeshje dhe kur më se hopat buzëqeshje. Unë e kënaqna kur ti më thirrë dhe më thu kushtrim unë po kënaqna të kesh me ty. Besom në Zot, unë nuk e kom ditë Elvir që ti ki kancer. Unë nuk e kom ditë Elvir çfarë fazat jetës po kalon, unë të kam pa veç në rrjetet sociale, edhe atë natë ma ke prek shumë shpirtin, po ta tham shumë seriozisht. Elvira vendosi me shpalos zemrën tëna. Tezës, ki teze motrat nanës? Po, Pse si ke tregu kur të thonë që tezja është në nanës? eja është smut vetë. Dyat, janë të liga. Edhe nuk deshte këta e ke majtë më shqetësi, veç për mos mi shqetësu njerëzit tjerë. Po, mas i ka vdek mami, krejt, janë mërzi. Po ti pe manë fshqetësi një gjarë që është shumë e dhimbshme Elvir, një sen që i vërtet na prek zemrat çdo njeri, e di sa milion vetë kanë me pa këtë intervistën tem sot Elvir. The që unë të ty kam folë si me vëlla temin, po fakt shtyni ti thush këtë sen edhe t'ju tregosh njerëzve përmes ekranit për smundjen tane. Unë qësh e kom një vetën se pesha shumë hinë folin TikTok pa njoft njerin, gjujnë me fjallë. Po Elvir, tani ti menon që kanë më gjujt edhe ty me fjalë? Po, Jo Elvir, po ta tham shumë seriozisht Elvir, jo. jo, e posh një grum ka dhimt në zemër, kur ja bon një njome, me s'me qëtë atë latë krokodile, e mu më dollë në TikTok, e mu më kajtë. Ti Elvir nuk lyp në TikTok, ti ju dhe ndihmon njerëzve në TikTok. Ti je shumë shpirt human ki. Elvir... Qaja është si ata unë paragjikojnë edhe më thëjnë, ki himë në TikTok, veç me shti njerëzit në gjëna. Po ti nuk i nevoj për kur gjo. Unë kur s'kom pas nevoj. Gjithë kom punu, ditë e natë, për mi bo paret për vete, për djallë të. Migjallarve, gravet migjallarve, dajve, vllaznive të nanës, as ju tregove pak a shumë për smundjen tane? Jo, me migja s'kam kontakt. Pse? Pse s'kem pas kontakte e mirë. Kanë këshyrë me nashty, s'na kanë desh në nomën. Kemë ndosë
Kur s'ta ka ndosh nanë në s'do një pa dhe ti. Jo. Masi nana nuk është gjallë. Edhe para se u ka dek, s'kem desht. Se nana jonë u ka ma e mira. Ajo është nanë. S'ka nanë të keqe, Elvir. Na kur kena lindur në ka pyet kërkush ka po do me pas nanë ose babë. Ndej kur vishin fëmija këshive për shkollës, s'mund që shukon, i moj ke pëmt në për a bërë, edhe i thasha, je lutë, më ledhë këtoj fleta, këtoj pëmë në për a bërë. A të hekum, jo, se kur vinë fëmija për shkollës, se shohin kesën me pëmë, gjena. Edhe Kur ka dekë, si janë që vetëm të, po krejtë ma hova janë orë me në po. Se krejtëve ju ka po mirë. tash Elvir, ti ke vendos me jetu në Kosovë. Përfundimisht. Pse? Vorën e nënës. Ti je kthy vetëm për amanetin e nanës? Me pas nga. Me pas nga. Pyveç për vorrin e nanës? Elvir më ke lanë pa koment. Është hera parë e jemja që e baj një intervistë t'tillë. Për shumë që ka shumë intervista që i ku bon jetë. Është diçka që vërtet po më dridhet dhe trupi, edhe është diçka shumë e rëndë, Elvir. Çka mas kësaj interviste, Elvir? Unë që shënisha vetën, so isha në vëgjit, dhe isha me onë Kosovë. Po gjithë, ja ki me punu ma shumë, ja u bake në sen. Tashti kur jam Kosovë, e di se nuk më blëkohen uftë. Këtoja. Elvir, cili është mesazhi yt për gjithë njerëzit që luftojmë dhe vetme me këtë sëmundje të mallkume? Mu bo e fort. Mos me ngu shka folen, shka shkrujnë qinja. Se që tu prishin ma shumë.